Këngëtari Louise Ailey ka treguar shpesh se ka një marrëdhënie të mrekullueshme me të afërmit e partneres Chiara Tito, dhe këtu nuk bëhet fjalë vetëm me prindërit dhe vëllain e saj, por edhe me dy gjyshërit, nëna Letën dhe gjysh Veliun. Ata tashmë janë bërë personazhe të njohur të mediave dhe rrjeteve sociale, për shkak se Louise, por edhe Chiara i ekspozojnë shpesh. Së fundmi Louise ka bërë një video, ku tregon se po drekon kokë më kokë me Letën, gjyshen e Chiarës. Ja ku jam këtu me gjiganden për drek kokë më kokë. Leta i përshëndesim të tërë, tha Louise duke shuar kurreshtjen e ndjekësve të tij në Instagram.